familje që kishte bërë universitete, që kishte bërë shkollat larta, që ke me të vërtet djalë për së mari për vendin. Dhe aty këta kanë vënë, kuptohet që kanë para të madhe, se komunistët i kanë para të tëra në dorë dhe i harxojnë atje kur duhet dhe paguajnë sa të duash vetëm që dalë njeriu i tyre. Dhe besoj që nuk do dalen të pesë këta kandidatët e tyre. Se s'kam dëgjuar në asnjë kontestim, s'kam dëgjuar bie fjala për kandidatin që është në Pepelen. Asnjë kontestim për Gramos Sakon. Dhe kjo më kënaq shumë, më pëlqen sepse shikoj që janë me këmbë në tokë Pepelena si tani. Ndërsa për këtë Çelliku dëgjova që kishte kontestime të mëdha, pastaj të tjerët nuk e di, nuk e njoh, po do bëhet një zgjedhje situash, një zgjidhje. Do bëhet një zgjidhje apo derisa të vijë data 4 vjeçare për votat për zgjedhjet bashkiake. Ndërsa Erion Velia është e pamundur që të vazhdojë të jetë më kryetar bashkie. Edhe ju jeni dakord me Ramën që ai nuk duhet jetë? Jo, s'jam dakord me Ramën, unë jam dakord kundër Ramës dhe kundër atij. Jam dhe kundër Ramës dhe kundër atij, se ata një lloj janë tjetër që u hëngën për brasnja, për kocka. Avokat, lutem thuaj edhe diçka. 2 ditë më parë qarkulloi një lajm media që Greqia do nis shpimet për gaz këtej nga deti jon, në mos gaboj, për hidrokarbure. Pas është një kompani amerikane që kanë bërë marrëveshje ata. Tani aty mbajmë nga vitet e kaluara që ne nuk e kemi ndarë atë vijen delimitimin vijen detare. Ju si mendoni që prekte nga ne në një arsyetim përgjithshëm apo duhet nisin kërkimet pa u bërë ndarja? Ka diçka që nuk shkon këtu apo jo? Ka diçka që nuk shkon. Fatmirësisht problemin e naftës në detin jon e kam hapur unë për herë parë në Shqipëri në vitin 2009 në 27 tetor, me një shkrim që kam botuar në gazetën Sot. Dhe kam thënë që grekët duan të ndahet ta marrë këtë pjesë të detit jon për arsye se atje ka naftë. Tani kufiri detar midis Shqipërisë dhe Greqisë është vendosur që në vitin 1954 kur i deleguar në OKB-n, mos gaboj, ka qenë ish generali shqiptar Halim Ramohito. Një oficer tamam i shtetit shqiptar i Kombit i popullit shqiptar. Dhe ai kufi është në hartë. Tani çfarë bëjnë grekët që ne nuk dim, këtë se di këtë tjetër, që hapësirën ajrore të Shqipërisë ja kanë dhënë ta ruaj greku, pra i kanë varur ujë kur më qit në qafë. Do thonë ju jemi në NATO, ore vërtet jemi në NATO, por NATO ka probleme të mëdha, ndaj unë në këtë pikë i kërkoj ndihmë përsëri ambasadës amerikane që dalë dhe të flasi lidhur me shpimet që kanë filluar të bëjnë grekët në detin jon, në të zonë, se në zonat e tyre kanë shpuar ata, e diun, sa kalon atë kufirin në Janin, poshtë një 30 kilometra poshtë, afër Kallpaqe ta kanë bërë shpimet dhe kanë zbuluar naftë dhe gaz atje. Avokat, mos e kanë marrë të kompaninë amerikane që do bëj shpimet si mbulesë në këtë rast, që edhe si mbrojtje? Patjetër, për të mos u ndier neve. Prandaj kjo për këtë i bie detyrë qeverisë shqiptare, që në fakt është regjencë greke, regjencë e grekëve në Shqipëri, pra është përfaqësuese e grekëve, kjo qeveri që kemi neve, është përfaqësuese e Deliorg, jo Deliorg, aty që quhen atë kriminalin e Himanas. Është përfaqësuese e Krisi Avgjis në Shqipëri, nuk është qeveri shqiptare, nuk është për popullin shqiptar, ne ministrin e mbrojtjes e kemi grek, e kemi thënë dhe ka deklaruar dhe vetë ai që është grek. Pra çfarë pret ti të mirë? Unë thjesht i drejtoj me ambasadës amerikane të njoftoj Departamentin e Shtetit dhe Ministrinë e Mbrojtjes Amerikës dhe të thotë ore dalë se në Shqipëri shikosh po bëhet, të na dalin zog, në na dalin zog dhe ata. S'na ndodhen pastaj dhe të bëjnë, dhe t'i bajnë komunistë siç i kanë, qoftë në pastaj këtu plot me komunistë, vetëm me komunistë e kanë personelin e ambasadës, qoftë edhe gjithë komunistët që morën në Amerikë dhe i mbajnë atje. S'kemi çfarë themi, na pas ka dënuar historia, do t'i shtrojmë faktit, ne s'kemi gjendor.
as të luftojmë, as të pushojmë. Ju avokat thatë që ndoshta na ka dënuar historia, tani i bie që të na shpëtoj rasia. Unë të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj juve. Shpresoj që t'jeni të kënaqur dhe ju dhe dëgjuesit tuaj. Impaktin presim ta marrim për bisedën e sotme nga shikuesit, por sigurisht unë jam besim plot se mesazhet e tyre do të jenë mjaft pozitive, nisur edhe nga bisedat e së shkuarës dhe vlerësimet për ju, figurën tuaj dhe opinionet tuaja të drejtë për drejtë. Avokat, faleminderit shumë. Po, të lutem, ta bëj dhe një thirrje, të lutem. Patjetër që po. 2, jo 1. Një thirrje të gjithë opinionit dhe popullit shqiptar. Çohuni kundër këtij ligji, çohuni mos t'i rrëzojmë këta policia. Çohuni more se po na zhdukin racën. O shqiptarë, me keni mbetur akoma burra dhe gra shqiptare, çohuni të dalim të përmbysim, u them, se po na vrasin fëmijët dhe pasardhësit, po bëjnë genocid në Shqipëri. Ai ligj është ligj genocidal. Pik. Faleminderit shumë avokat dhe të diel të këndshme. Gjithashtu.